Pra kemi një fragment ku i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam sheh dy persona të inatosur ose që grindenin me njëri tjetrin, zërat e të cilëve ishin ngritur normalisht mbi normalen e tyre, dhe thot unë e di një fjalë ose një vepër një veprim të cilin nëse këta të dy do ta vepronin, Allahu subhanahu wa taala do t'ja eliminonte gjendjen në cilën ata ndodhen. I thanë çfarë është ajo i dërguari i Zotit? Tha të thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse është i ngritur të ulet dhe nëse është i ulur të shkojë dhe të marrë abdes dhe Allahu ja largon këtë. Thonë një fjalë arabët këndoj të keqes dhe rri larg asaj. Do të thonë këndoj të keqes, pra largoju, rri vetëm larg asaj. Pra e sheh domethënë se je përballë një të keqe. A ka mundësi ta shmangësh i nderuar? Shmanga të keqe sepse nuk është ndonjë trimëri e madhe që ti të qëndrosh domethënë përballë të keqes, pra je në gabim dhe vazhdon të jesh në të. Nuk hap rrugë thotë. Kurrë mos thuaj unë. Edhe me qenë me të vërtetën në çastin kur ti përdor edukat keqe me Zotin xhel xhelal, dije se shkove në rrugën e gabuar.